Momentin që sa do të re ta kesh iden, sa do parimore ta kesh iden, sa do i papërlyer ti është me iden, në momentin që ti ke një sistem që të futet, të shan, të lëndis, një sistem propagandistik që të blen dhe njerëzit që të vinë për qark, vetëm për treguar dobësitë tua, sigurisht që këtu askush nuk mund të bëj hajër. Dhe e parë punës, pa u çmontuar ai që është simboli i keqes dhe që ka ngritur dhe sistemin për cilin folje pak më herët kolegu jon, që është sistemi, nuk e mbrojtë, por është gjithë sistemi, atëherë këtu është e kot. Pra e vetme gjë që do prodhojmë është thjesht tensioni i brendshëm. Pra tensionin që nuk e nxjerrim dot në Edi Ramës, sepse është më i fuqishëm, jo se është i fuqishëm, por se përmes mekanizmave apolitik, ka zhbërë mekanizmat e politik bërjes, sigurisht që do prodhohet artikulimi që bën zoti Alibej. Dhe ndërkohë që unë ndryshe nga zoti Alibej që edhe mundet, edhe do duhet të doj, unë jam gazetar dhe jam qytetar dhe unë pres që politikanit të më udhëheqë drejt një zgjidhje. Dhe në momentin që unë gjej zotin Alibej që thotë vetëm që koalicionet ishin një padrejtësi e vogël që u bë, kur në fakt është një akt i rënd antikushtetues dhe antidemokratik, dhe pas se çfarë produkti dhe çfarë prodhoi ajo, nuk mund të shkojmë asgjë kundi, them që këtu ose s'është kuptuar problemi, ose jemi pajtuar me të keqen, edhe s'bën më asnjë lloj përshtypje ajo që ndodh. Dhe kjo mendoj do ta ne, vetëm ashtu. Që do thotë kur themi që bashkimet artificiale, po bashkimet artificiale në koalicionet, problemi është se çfarë bën ti me koalicionet dhe me aleancat. Unë mendoj që Sali Berisha kur u bë bashk me Kuçën e Maç në 2005-ën, edhe deri në 2009-ën, mendoj që prodhoi një nga qeverisit më të mira që ka pasur Shqipëria. 2009, në fakt jo në 2005. Edhe në 2009. Jo. Në fal, a do t'i futemi faktet që u bë qeveria me Xhuvelin, duke quajtur qeveria e Xhuvelerisë me qira fjala, apo ashtu? Dhe për mua historia nuk i gjykon këto, por gjykon se çfarë prodhoi i qeverisin atë kohë. Edhe 2009-2013 ka shumë që e kritikojnë. Unë jo, sepse unë mbaj mend që me koalicionin 2009-2013 vendi liberalizoi vizat dhe mbylli tunelin e Elbasanit që ishin dy projekte shumë të rëndësishme për Shqipërinë sot. Pavarësisht se pati problemet e veta konspirative, korruptive. Po unë s'po duhet të them që në Shqipëri në 2011 janë vrarë 4 njerëz për 700.000 euro, kurse sot në 2025 700.000 euro i ka dhe shoferi i një drejtori të periferik të Shqipërisë. E kupton pra ku kemi përfunduar me standardet, se çfarë quaj korrupsion atëherë dhe çfarë quaj korrupsion sot, se çfarë quaj kapi institucionesh atëherë dhe çfarë sot në nështrim total i çdo institucioni. Atëherë një herë kaloi, po themi kot në fund fare, Kaç Islami. Kaloi një 2 muaj për të mbajtur qeverinë dhe u bë gjyq popullor sepse dërgoi njerëzit të shtëpia. Patjetër që po, pse u bë? U bë sepse dhe gjithë ishim shqetësuar sepse po cënohej, si më thon, parimi i kush është në opozitë, kush është qeveri. Sot tashmë është bërë normale, si tregu gjë zgjallë që kjo gjë ndodh dhe askush nuk fajson qeverinë, po fajsojnë opozitën. Atëherë u fajsua Sali Berisha, dhe shumë mirë bëj që u fajsua. Pra ai gjë ishte pandershme, ishte apolitike dhe prapë u bëhet për të mbajtur qeverinë gjallë. Kurse po atëherë ku ti bë gjyqi? Nuk i bë gjyqi opozitës për të thënë që opozita është e paaftë, se i ka zgënjur njerëzit e vet. Po i bë gjyqi atij që me drejt i kishte fajin, që ishte kryeministri i qeveria e kohës, që tentonte po themi edhe të rekrutonte njerëz, që ishte një rekrutim politik dhe ishte kalim zgjedhje personale të njeriu që ishte prishme atë. Pra shiko se ku kemi ndryshuar, shiko çfarë standardi është prodhuar tani. E prapë në vend që ne të merrim atë që ka 3 mandate që e mba peng Shqipërinë, 40% e popullsisë, ja tha një moderator dje britanike, i tha ti krenohesh për migracion, por ty të ka hik 40% e popullit. Pra, dhe kemi një kryeminist që ka hik 40% e popullit, dhe ne prapë mundojmë të gjejmë ycklat brenda njëri tjetrit. Unë s'mendoj që Sali Berisha është zgjedhja më e mirë opozitës. Nisë dhe kjo rrjedhje e madhe e popullit nuk është patjetër. Fajin e ka opozita që liberalizoi vizat, sepse derisa s'kishin viza pa liberalizuar, s'kishin ku shkojnë shqiptarët. Kaq banale do ta bëjmë diskutimin. Ajo që duhet kuptojmë gjithë është që unë mendoj që qofse këtu s'kuptohet, që ka vetëm një armik që i ka çuar të gjithë në zgrip, madje edhe zotin Alibej, i cili normalisht do të ishte një karrierë tjetër më. Nuk duhet të ishte duke u zënë me liderin e partisë vet. Nuk duhet ishte bë hasha me njerëzit që e kanë votuar dhe e kanë pasur dhe deputet dhe ministër. Po duhet ishte aty për të kontribuar pikërisht duhet ishte aty. Po ishte një sistem i cili e futi të keqen brenda opozitës me plan të mirëmenduar për ta bërë opozitën siç është opozita në Serbi sot. Ka 7 opozita dhe mbretëron Vučići. Sot jemi në të njëjtën pikë. Ka 7 opozita dhe mbretëron Edi Rama.
Pra, edhe i shikojmë skenaret të keqes, edhe e shikojmë se si mund të korrigjohet kjo gjë, dhe prap sherrin e bëjmë brenda llojit. Kjo mendoj që është e trisht për mendimin tim, edhe sikur të isha një votues i zotit Ali Behej sot.